ende besoj që disa parti nuk do të jenë më pjesë e legjislaturave të ardhshme në kuvend. Po, dhe para se të rikthehemi edhe te kjo çështje të flasim për mundësitë në rast se shkohet në zgjedhje, Froshe, një mendim prej teje, pra, si e sheh seancën e sotme? Nuk besoj edhe unë, për herë të parë u pajtu më analistin deri te kohë, për herë të parë, por ne sikur them që nga fillimi, që asë monument, që nga fillimi kemi nisur diskutu që do të shkojmë zgjedhje të reja, është shumë i qartë, se është puna presidencës, janë puna zgjedhjes, janë puna votash, për shembull ligje rendit. Kështu që Frosher, nëse mundem me ndërprej, kemi Arben Gashin që po flet dhe dëgjojmë çfarë ka për të thënë. Besoni se ka votat, pra qeveria Kurdi pasi që sot isha me ta qeveria qeveria e re. Nuk e di. Cilat janë nëse votën dikush për deputatët e qeverisë? Atëherë mbas seancës kjo po, që është një çështje tepër delikate votimi i qeverisë, pama politike individualisht, sidomos mbas 8 muajve të një situate tensionuar parashtyshme, të një situate të krijuar parashtyshme, është shumë vështirë që me bë dikush për LDK-s, po nuk e di. A jeni të provoni me partitë të tjera apo të shkohet në zgjedhje? Kjo është çështje që duhet diskutuar nesër sot të shton formimi i qeverisë. Unë kam frikë personalisht se vendet një krizë buxhetore, nëse nuk arrim që të kalojmë buxhetin për vjen 25 dhe nga janari asnjë pagesë nuk mund të bëhet. Atëherë partitë politike mbas së sotme nëse dështon qeveria, formimi i qeverisë duhet të ulen dhe të vendosin nëse dëshirojnë apo shohin të arsyeshme që shkojnë në zgjedhje më herë dhe pritet që data e tjetë java parë, domethënë e dielja parë ose e dytë e dhjetorit, apo të bëjnë një qeveri të përkohshme e cila ka për qëllim kalimin e buxhetit dhe ndonjë marrëdhënie ndërkombëtare ose diçka që është domosdoshme dhe pastaj prapë shkuarja zgjedhje ndoshta në janar fund të dhjetorit. Faleminderit. Dhe Froshe, që se mbetëm tek ti, e dëgjuam pra dhe deklarimin e Gashit, i cili kishte pra edhe 2 diskutime në rast se do të ketë zgjedhje në dhjetor, apo edhe mund të formohet një qeveri e përkohshme, vetëm sa për të miratuar buxhetin dhe për të dalë pastaj sërish në zgjedhje në janar. Si e sheh këto? Jo, nuk është që buxheti duhet më kalu, gjë që nuk është ide e keqe sa më kalu, por thashë dhe më tepër unë si Frosher isha zgjedhje të reja. Ma tepër është zgjedhje të reja, kur gjë tjetër, për ma mirës është zgjedhje të reja, kur gjë tjetër. S'ka më pas. Kështu që kjo është mendimi im, zgjedhje të reja definitivisht. Kam thonë që nga fillimi, kur kam pas që këta janë ngulfat, edhe s'kan tash më shupe, ndonse edhe kushtetuta japi fond drejtëve të